Flasim për një nga temat më të nxehta të momentit të flak. Kjo tema, sidoqoftë le të prezantojmë të ftuarit që presupozohet që e njohin çik më shumë se ne këtë çështje, se unë dhe Greta si jemi inteligjencën artificiale? Aty. Si unë, preferojmë butallikun natyral. Po, në përgjithësi po, me çfarë mund të këmbehet. Shumë i shëndetshëm ai. Megjithatë rikthehet në studio Dream Fide. Mirëmëngjes, Fide, mirë se erdhe. Faleminderit. Ekspert i mbrojtjes së të dhënave personale dhe privatësisë, Tomi Kallanxhin kemi bezdisur në Skype, me që del në për televizore, flet për çështje inteligjencë artificiale. Tomi, përshëndetje. Mirëmëngjes, Tomi. Mirëmëngjes. Tani, para se të vim te Shqipëria, le të kuptojmë konkretisht ku është bota në këto momente, se unë dhe Greta dhe shumë të tjerë si ne kemi ngel deri te ChatGPT-ja, nuk Pra jemi tek AI, po AGI si koncept nuk është se kemi hasur shumë, se po shqetësohen të gjithë ekspertët e mbrojtjes së dhënave personale, apo ekspertët e IT-s për këtë super inteligjencën artificiale. Po sepse edhe shumë shkencëtar në botë, edhe baballarët e inteligjencës artificiale, po edhe ata që po i zhvillojnë, janë habitur edhe vetë nga rezultatet që arrin inteligjencë artificiale dhe me hapin e shpejt që po arrin rezultate shumë të paimagjinueshme, deri në pikën që i ka stepur edhe i ka trembur, le ta themi, i ka trembur drejt për drejt për atë çka mund të përbëj risk për vetë ekzistencën e njeriut. Që do thot vetë ekzistenca e njeriut? Se nuk do dalë, nuk do prodhoj kompjuteri një armë, apo mund ta prodhoj edhe një armë apo ne? Patjetër, nëse flasim për superinteligjencë, pra bëhet fjalë për një inteligjencë përtej asaj që kemi njohur deri më sot. Pra përtej njeriut më inteligjent që ka pasur njerëzimi, që mund të themi Einsteinin dhe shumë shkencëtar të tjerë. Pra kjo është e frikshme për të menduar që nëse AI-s i jepet edhe e drejta për të vepruar lirisht, pastaj imagjinoni çfarë mund të ndodh. Domethënë, se imagjinojmë dot më pak. Nuk është e paimagjinueshme. Një shaka që po bënja me miqtë e mi të fushës ishte pjesa e kujtimit lidhur me një film hollywoodi, Armageddon, me të famshmin Arnold Schwarzenegger. Pra aty mund të shikoni edhe një skenar të mundshëm, pavarësisht se fiction, po edhe Terminatori. E kuptoj. Por nuk dua ta çoj deri këtu. Një krahasim që dua të bëj është, imagjinoni për një moment është i njëjti raport që do krijohet si raporti që kishte njeriu me gorillën. Është një krahasim që po bëhet. Arriti deri në pikën që të shfarosej, domethënë deri në pikën e uljes së numrit të gorillave në botë. E njëjta marrëdhënie do jetë edhe midis superinteligjencës dhe njeriut. Jemi ne gorilla në këtë rast. Pikërisht. Këtë e bëra për ta tensionuar pak. Tomi nuk e di sa i tensionuar është Tomi në raport me këtë gjë. Unë kam një regjistër një URL që mund ta hapni edhe ju pak aty, quhet AI2027.com. Është e ka bërë si studim analitik, ish shefi për mirëqeverisje në OpenAI, që ka bërë një prediction, një parashikim, me gjithë hapat si pritet të shkojë inteligjenca artificiale në 5 vitet të ardhshme, se këtu sfida e teknologjisë është shkoj nga 0 te 1, më shumë kohë do të shkoj nga 0 te 1 se sa nga 1 te 1 milioni. Dhe kjo është çështja e inovacionit dhe AI-t. Shefi për qeverisjen i shefi për se nuk është më pjesë e OpenAI, ka bërë një parashikim që në qershor të 2027. Në qershor të 2027-s, AI do arrit të bëjë self-improving, domethënë të vetë përmirësojë veten e vet. Dhe kjo do jetë pika paktësime e teknologjisë. Pra do të kemi një entitet tjetër, një pushtet tjetër dhe një superfuqi tjetër, jashtë duarve të njeriut. Tani unë po e bëj pak qesharake që tani imagjino një AI që ndodhet sot në serverat e OpenAI, të thotë që ky server im është shumë i vogël dhe do vendos të sulmoj departamentin amerikan shtetit. Dhe sulmi kibernetik vjen nga një AI.